Përshëndetje, si jeni? Mirë mbrëma, mirë serdë sonte. Jemi në ditën e tretë të sfidës. Si ishte sfida? Pastro, shëro dhe kryo. Çfarë keni bërë këto ditë? Më keni quar, shumë nga ju më kanë quar mesazhe, më keni dërguar foto të shtëpisë, të qeskave. Çfarë nuk keni bërë atë të shtëpia, keni pastruar me themel, shumë nga ju keni pastruar dollapët, keni pastruar shtëpinë, keni pastruar sirtarët. e keni marrë seriozisht komplet pjesën e pastrimit, jo vetëm të zemrës, të mendjes, të trupit, por edhe të shtëpisë. Dhe kjo është diçka shumë e mirë. Është jashtëzakonshme sepse ne faktikisht mund të jetojmë të qetë dhe të në paqe vetëm në qoftë se shtëpia jonë është gjithashtu është e pastër, sepse është pjesë e jona. Energjia e shtëpisë bëhet pjesë e energjisë tënde, energjia jote bëhet pjesë e energjisë të shtëpisë. Jam kënaqur me ju këto ditë pafund, me fotot që më keni dërguar dhe jam pafund krenare me të gjithë pastrimin që keni bërë. Sa shumë qeska që pas keni patur. Atëherë, do nisim sot. Nuk e di në qoftë se më dëgjonit, në qoftë se nuk ka zënë, ndoshta dilje dhe futu prap, ose provo të hapësh zërin e celularit, shikoj se si janë ato opsionet e zërit, po thosha që jam kënaqur me ju, se mbylla dhe muzikën. Jam kënaqur me ju këto ditë, më keni dërguar foto të shtëpisë keni pastruar, të qeskave që keni hequr, sirtarët keni rregulluar, jeni të jashtëzakonshëm dhe dijeni se të gjitha shtëpia faktikisht është edhe reflektimi joni. Dikush po thotë çfarë pastrimi bëhet fjalë. Kemi bërë këtë fundjavë një pastrim jo vetëm të trupit ton, të zemrës, të shpirtit, por një pastrim të shtëpisë. Është edhe nga ana shpirtërore faktikisht, është shumë e rëndësishme të jetojmë në një ambient të pastër. Një ambient të pastër, shtëpi e pastër, trupi i pastër, rroba të pastra, edhe është gjithashtu një ndjesi e jashtëzakonshme. Kështu që tani sot çfarë do bëjmë sot? Çfarë do bëjmë sot? Ne kemi punuar këto ditë, kemi punuar me thellë me pastrimin. Pastaj pas pastrimit kemi punuar thellë edhe me shërimin e sistemit nervor. Ju jeni bërë të ndërgjegjshëm për ato paterna nga e kaluara, keni parë se faktikisht shumë gjëra nga e kaluara mundet që në qoftë se nuk pastrohen, nuk lirohen, nuk çlirohen nga sistemi nervor, shumë gjëra nga e kaluara, paterna i quajmë, paterna si struktura nga e kaluara merren edhe përçohen edhe në të ardhmen. Shpesh ardhmja jon ka të njëjtën ndjesi si e kaluara, por me fytyra të ndryshme, me gjëra të ndryshme, duke sigurisht sfida të reja, por që të nxjerrin, të japin gjithmonë të njëjtin emocion. Kështu që ne pasi ju e kuptuat se në rregull, e kaluara, shumë përjetime nga kaluara, po më krijojnë të ardhmen dhe nuk dua t'i marr me vete dhe morët vendimin e fuqishëm që të mos t'i merrni me vete, t'i merrni dhe t'i hidhni. Gjithë ato bagazhe brenda jush, t'i merrni dhe t'i hidhni në lum, t'i merrni dhe t'i hidhni në det, t'i merrni dhe t'i hidhni në hapësirë. Kudo, në çdo moment që ju lëshoni në meditim, çdo lloj ngarkese, gjithçka që ke brenda te lëshohen. Imagjino se e merr atë ngarkesë dhe lëshon në det. Hidhe dhe lëshon, hidhe në det. Kështu që normalisht punuam me faljen e vetes, me pranimin e vetes, të pranosh me dashuri gjithçka që është brenda te, të japësh vetes pranim dhe dashuri, të falësh veten për gjithçka. Punuam me shërimin dhe sot faktikisht ajo që do bëjmë sot është përveç se gjithashtu do bëjmë pak pastrim, do bëjmë pak edhe pak shërim, pra gjithmonë e marrim me vete. Çdo herë është shumë e rëndësishme që për gjithë emocionet që ke, për çdo gjë që ti kërkon të krijosh, të manifestosh, vazhdo. Bëj pastrimin emocional. Bëj pastrimin emocional, bëj gjithashtu një shërim të thellë të vetes. Unë po e mbyll një moment komentet
Po e mbyll një moment komente, sepse dua që të fokusohemi te pjesa e shpjegimit. Tani, përpara se të bëjmë shpjegimin, dua që të bëjmë së bashku një meditim për të ngritur energjinë, për të lidhur me një frekuencë më të lartë, për të lidhur me një energji më të lartë, për të hapur zemrën, sepse gjëja më e rëndësishme në këtë jetë është të hapim zemrën. Të jetosh me një zemër të hapur. Gjëja më e rëndësishme në këtë jetë, sepse sot do bëjmë meditim shumë të fuqishëm manifestimi. Do manifestojmë dhe do krijojmë, po dua që përpara se të bëjmë të meditim manifestime, përpara se ju të futeni në meditim për të manifestuar dhe për të krijuar, dua që për te kësaj të jesh i lirë. Të jesh i lirë. Do thuash Artemis, po pse manifestimi nuk të sjell lirinë? Manifestimi nuk të sjell lirinë. Ti sjell lirinë vetes tënde. Manifestimi është rezultati. Ti sjell lirinë tënde dhe nga ajo liri, nga ajo pozicion lirie, ti pastaj mund të krijosh, ti pastaj mund të manifestosh. Mund të thuash Artemis, po pse shërimi nuk të sjell lirinë? Ti sjell lirinë vetes tënde. Po pastrimja nuk të sjell lirinë? Ti sjell lirinë vetes tënde. Dashuria që ti ndjen për veten, vendimi që ti merr për të jetuar një jetë fisnike. Çfarë do hapësh syt në mëngjes? Çfarë vendimi do marrësh? Sepse dashuria nuk është diçka që kemi shpikur ne. Është diçka që ekziston, u thash edhe personave tek ritriti. Te ritriti meditimit ndodhen kaq shumë mrekulli dhe ju thash në fillim do zbuloni se çfarë mund të bëjë dashuria. Kur kjo sallë mbushet me dashuri, kur gjithë trupat mbushen me dashuri, kur zemrat mbushen me dashuri, do zbuloni se çfarë bën dashuria, do zbuloni se çfarë bën një zemër e hapur. Dhe gjëja më e bukur në këtë jetë, ju asiguroj, nuk është as pastrimi, nuk është as shërimi, nuk është as manifestimi. Nuk është as arritja e qëllimeve të tua më të mëdha. Ju asiguroj se ka njerëz në këtë botë që kanë miliona, kanë liri financiare, kanë familjen që duan, kanë manifestuar çfarë të dojë shefi dhe nuk janë të lumtur. Ka njerëz në këtë botë që ju mungon gëzimi i shpirtit të tyre. Dhe unë për ju dua gëzimin e shpirtit tënd. Ky komunitet është një komunitet që gëzon. Ne së bashku gëzojmë, mblidhemi për të gëzuar, mblidhemi për të hapur zemrën, mblidhemi për të jetuar vërtet. Sepse në këtë botë, kjo botë është iluzion. Është iluzion. Sa njerëz në këtë botë janë të lirë financiarisht, kanë bollë, kanë pasuri, kanë makina, kanë shtëpi, kanë gjithçka në jetën e tyre, kanë edhe shëndetin e kanë, edhe familjen e kanë. Por pa zemrën e hapur, asnjë gjë nuk shijojnë. Asnjë gjë nuk shijojnë sepse kjo botë është si një bukë e thatë. Është si bukë e thatë pa zemrën e hapur. As edhe një gjë nuk ndjejnë nga ato që kanë. Nga gjithë ato dhurata që mund t'i ketë dhënë krijimi, asnjë gjë nuk ndjen dhe kjo dhuratë nuk vlen asnjë gjë pastaj. Nëse ti nuk e ke zemrën e hapur, nëse ti nuk gëzon me shpirt, po nëse ti ke zemrën e hapur, nëse ti i lidhur me burimin, me veten tënde të vërtet, i lidhur këtu në zemër, gjithçka e shijon, pikat e shiut e shijon, çdo gjë e shijon. Më tha një grua që kemi patur tek trajnimi para 6 muajsh. Më tha Artemis, unë jam në Londër dhe asnjëherë nuk e kam shijuar Londrën. Tha, jam në Londër, i kam të gjitha, por gjithmonë ankohesha se këtu bie shi. Dhe tani tha që mu hap zemra, po jetoj me zemër të hapur, po eci në rrugët e Londrës, tha, po mu shijon shiu. Po shoh shiun dhe po e shijoj. Të shijosh jetën, këtë gjua dua për ju, të gëzoni, të shijoni jetën, të qeshni, të ngriheni në mëngjes, me dëshirë, me pasion, me vullnet. Edhe në qoftë se, sepse ky është një live manifestimi, po dua të jem shumë e sinqert me ju. Shumë e sinqert me ju. Hape zemrën tënde. Manifesto, mund të krijosh çdo gjë, çfarë të duash ti, po për ta shijuar atë gjë, për ta shijuar hape zemrën tënde. Hape zemrën tënde. Dhe e di që në zemrën tënde mund të ketë shumë lëndime, mund të ketë inat, mund të ketë zgënjime, të kanë tradhtuar, të kanë lënduar, të kanë braktisur, të kanë lënë vetëm, dhe ajo zemër është mbyllur. Dhe thotë jo, nuk fal. Po e di se çfarë bën ajo zemër. Thjesht të vendos një mur midis teje dhe jetës. Vendos një mur midis teje dhe jetës. Dhe jeta është e jashtëzakonshme. Kur ne jetojmë atë me zemër të hapur. Dhuratat e krijimit, dhuratat që na jep Zoti,
janë të pakrahasueshme kur ato ndihen me zemër. Dhe si po e thosha në fillim, ka njerëz në këtë botë që kanë gjithçka, kanë manifestuar gjithçka, por nuk arrin të shijojnë asgjë. Dielli ju bie në lëkurë dhe nuk i ngron. Absolutisht nuk janë njerëz të mpirë. Dhe ti nuk do që ti jesh i mpirë. Dhe duhet ta dish se edhe në qoftë se ke emocione negative, të paktën je duke ndjerë. Dhe ta dish se është një ligj që thotë, në qoftë se sa më poshtë që bie, aq më lart kemi mundësi të ngjitemi. Kështu që në qoftë se në jetën tënde ke patur emocione shumë të ulta, dije se ka aftësinë të ndjesh thellë. Dije se ka edhe aftësinë të gëzosh. Dije se ka edhe aftësinë të ndjesh një lumturi të madhe brenda teje. Po ndjeje me zemër. Mua më erdhën shumë mesazhe tek pyetja që bëra në story, se çfarë doja të dija se çfarë doni që t'ju shpjegoj. Do bëj disa video, reelsa të ndryshme për ato që më pyetët. Por shumica e di që doni të dini për emocionet. Dhe dua t'ju them, shërimi më i thellë është në momentin që ne hapim zemrën. Dhe çdo gjë që ne bëjmë së bashku, puna, gur themeli punës tonë është hapje zemrës. Në retreat ndodhin hapje zemrët jashtëzakonshme. Në trajnimin online ndodhin hapje zemrët e jashtëzakonshme. Javë pas jave unë shikoj njerëz se si ndryshojnë live përpara nesh. Dhe me meditimet që bëjmë së bashku ndodhin hapje zemrët e jashtëzakonshme. Por është rëndësishme të jesh gati, është rëndësishme të mos heqësh kur dorë nga kjo punë e jashtëzakonshme që ne po bëjmë së bashku. Tani do bëjmë një meditim përpara se të nis me pjesën e shpjegimit, do bëjmë një meditim sepse dua që bëjmë një meditim të shkurtër së bashku. Atëherë, vetëm 7 minuta. Mbylli syt një moment dhe ndjeje se mbylli syt një moment. Mbylli syt. Dhe merë frymë thellë. Merë frymë thellë me bark. Dhe liroj frymën krejt. Ndjej një val relaksimi në gjithë trupin tënd. Ndjeje trupi si lirohet plotësisht. Merë frymë thellë brenda dhe jashtë. Dhe lëshohu në zemrën tënde. Lëshohu në zemrë. Kujtohu për gëzimin e saj. Sot do kujtohemi për gëzimin në zemrën tonë. Ka gëzim në zemrën tënde. Lëshohu në të. Thellë në të. Dhe imagjino një moment se jemi të gjithë bashk. Jemi të gjithë bashk në një amfiteatër gjigant. Jemi të gjithë së bashku në një amfiteatër gjigant. Wow! Me duar në zemër, të gjithë së bashku po kujtojmë gëzimin e saj. Dhe brenda nesh po shfaqet një dritë. Një dritë në zemrën tënde. Një dritë në zemrën tonë. Kjo dritë na jep jetë. Na jep gëzim dhe shpresë. Na jep fuqi dhe gjallëri. Kjo dritë brenda zemrës tonë po shtohet gjithmonë më shumë. Dhe ndjeje këtë dritë si shtohet. Dhe ndjeje këtë dritë si rezaton. Dhe ndjeje këtë dritë si mbush gjithë kraharorin tënd. Është dashuri. Dhe të gjithë ne po e ndjejmë të dashuri në kraharorin tonë, të gjithë ne, gjithë grupi. Krejt grupi po ndjen dashuri. Ndjeje dashuri në grupit. Të shpërndarë në përbot. Të shpërndarë në gjithë globin. Ne jemi bashk. Me zemër një amfiteatër gjigant. Dhe po ndjejmë dashuri.
dashuri për këtë çast, për këtë moment të shenjtë, për këtë moment rikujtesë, për natyrën tonë të vërtetë, për këtë moment rikujtesë për zemrën tonë. Ndjeje dashurinë e grupit, ndjeje energjinë e grupit, ndjeje. Dhe për një moment nga zemra jote rezato dritën e zemrës tënde në qendër të amfiteatrit. Dhe imagjino se krejt amfiteatri mbushet plot me dritë. Mbushet plot me dritë. Dhe të gjithë ne rezatojmë dritën tonë në qendër të amfiteatrit. Dhe ka edhe më shumë dritë tani. E gjithë ajo dritë është për ty. Mund ta marrësh. E gjithë ajo dritë është për ty, mund ta marrësh, merr. Imagjino se e merr me duar dhe vendos në zemrën tënde. Ndjeje, vendose në zemër, krejt atë dritë vendose në zemër. Dhe ndjeje zemrën tënde si mbushet me dritë, ndjeje atë dritë. Si e shëron, e liron zemrën tënde për hapet në gjithë trupin tënd. Krejt trupin në dritë. Të ngjitesh lart në një energji të re, në një fuqi të re. Të gjithë ne së bashku na shikoj dhe ne si e marrim të dritë. E vendosim në kraharorin tonë, në trupin tonë. Dhe të gjithë ne kthehemi në dritë të pastë. Të gjithë së bashku ngjitemi lart. Lart në një energji të re, në një fuqi të re. Lart në një mendje më të madhe. Në një zemër më të madhe, ku ka më shumë dashuri. Të gjithë në bashkë ngjitemi lart në një mendje më të madhe, në një ndërgjegje më të lartë, për te gjithë shkaj, që mund të shohim gjithë shka, nga një këndvështrim i ri. Të lirë, plotësisht të lirë. Të rikthyer në zemër, në shtëpinë tonë të vërtetë. Të rikthyer në dashuri. Të rikthyer në dashuri në zemër. Dhe nga dal, kur t'jesh gati, mund të hapësh syt. Në një botë të re, si njeri krejt i ri. Dhe mbaj mend, gjë e më rëndësishme në këtë tokë. Gjëja më me rëndësi në këtë tokë është dashuria. Të hapër e zemrën tënde, të jetosh me zemrë të hapur. Në qoftë se do të ndjekësh, të gjesh potencialin tënd, të ndjekësh rrugën tënde, të zbulosh cila është rruga jote, hape zemrën. Sepse nëse ka sfida, probleme, ngjarje të ndryshme, me një zemër të mbyllur, nuk mund t'i te kaloj, me vetmja mundësi për t'i te kaluar është të hapim zemrën tonë. T'i japim vetes pranim dhe dashurim, falje, vlerësim, falënderim. Të kthejmë gjithë fokusin këtu në zemër dhe ta bëjmë këtë gjë çdo ditë. Sepse pastrimi, shërimi, krijimi, manifestimi bëhen çdo ditë jetës tonë. Është njësoj si larja e trupit dhe është njësoj si pastrimi i shtëpisë. Çdo punë që bëhet në këtë tokë, në këtë realitet tridimensional, është diçka e përditshme. Sepse ky realitet, ky krijim tridimensional është i krijuar në mënyrë të tillë që t'i bëjë njerëzit të harrojnë. Po ne jemi kujtuar dhe ne nuk harrojmë. Ne meditojmë çdo ditë, ne kthehemi në zemër çdo ditë. Ne kujtohemi për fuqinë e shpirtit tonë çdo ditë. Sepse e dim që një jetë larg zemrës nuk shijohet. Mund ta shijosh jetën vetëm me një zemër të hapur. Mund ta shijosh jetën vetëm nga një zemër e hapur. Dhe sot do krijojmë
Sot do krijojmë nga një zemër hapur. Do bëjmë disa ushtrime, duke qenë se kemi punuar me pastrimin dhe shërimin, zemra është akoma më e lehtësuar dhe nga një zemër akoma më e lehtësuar ti mund të krijosh. Ti mund të krijosh sepse shumë persona më kanë thënë që ndonjëherë më kanë pyetur si të zgjohem me energji, si të zgjohem me fuqi dhe si të ndjej motiv për të jetuar jetën, sepse në qoftë se ti qëllimin tënd kryesor e bën thjesht rezultatin, e bën thjesht manifestimin, në qoftë se ti do të manifestosh diçka dhe këtë manifestim, qoftë shërimi, qoftë një shtëpi, një makinë, një marrëdhënie, çdo gjë, ti këtë gjë e bën më të rëndësishme se vetja jote. Ti këtë gjë e bën më të rëndësishme se shpirti jo, se lidhja jote me burimin, me zemrën. Atë çdo gjë që do manifestosh, nuk do e shijosh, por do vazhdosh të jesh në kërkim, sepse kjo është natyra jonë. Ti je një krijesë fisnike, ti je një krijesë hynore, ti je një krijesë kaq e jashtëzakonshme sa akoma nuk e di se kush je, ti nuk e di se kush je, ti nuk e di se jashtëzakonshëm që je. Ti jeton për dashurinë, ti jeton për fisnikërinë, ti jeton për një jetë hynore. Ti jeton për të patur një jetë me plot kuptim, plot pasion, të ndjekësh misionin tënd, të ndjesh se e dita jote ka kuptim, të ndjesh se kontributi jot në univers është i njohur. Ti si krijesë hynore, ti jeton për të dhënë kontribut. Dhe kjo është arsye pse njerëzit kur janë për shembull në retreat dhe dërgojnë energji shërimi, kur shëruesi dërgojnë energji shërimi, ata u hapet zemra, ndjejnë se më në fund trupi i tyre është i gjallë. Zemra e tyre hapet, sepse po jetojnë për një qëllim fisnik, po japin jetë një njeriu tjetër. Po sjellin dashuri në këtë tokë. Ne jemi kanal që sjellim dashuri, ne jemi kanal që sjellim shërimin. Dhe në atë moment, në atë çast fisnik, në atë moment hynor, njeriu ndihet i gjallë. Prandaj, kur ti të kërkosh të manifestosh diçka, dhe doja sapo mora dje një mesazh, u gëzova pafund, jashtëzakonisht shumë, mora një mesazh se një grua e cila kishte ardhur në retreat me tumor, ajo që kishte vënë re, sepse sapo u kthye, bëri analizat, u vizitua te mjeku, ajo që ndodhi ishte një përmirësim i jashtëzakonshëm, i menjëhershëm i analizave, ishte lumturuar jashtëmase, familjarët ishin gëzuar, një gëzim i madh ishte mes tyre, ky ishte një lajm i mrekullueshëm për mua dhe për të gjithë grupin. Jam pafund e lumtur për çdo gjë që kemi arritur në këtë retreat. Dhe nuk dua të flas se sa shumë mrekulli që janë krijuar aty, po dashuria shëron. Dhe në qoftë se ti do që të jetosh një jetë të plot, jetoje me zemër. Në qoftë se do të manifestosh një makinë, manifestoje për një qëllim më të lartë. Mendo këtë makinë, shoqëroje me një qëllim më të madh, me një kontribut. Si do e përdorësh të makinë? Do e përdorësh për çfarë kontributi do japësh me këtë makinë. Vendose si qëllim, sepse kjo është dhe një teknikë shumë e fuqishme manifestimi, që çdo gjë që ti kërkon të manifestosh atje jashtë, përmend edhe 2-3 persona që do përfitojnë nga manifestimi jot. Mos manifesto vetëm për veten. Ne nuk jemi krijesa, absolutisht nuk jemi krijesa egoiste. E di që kjo botë është bërë egoiste, po sa të gjallë janë ata njerëz që janë egoist. Ju siguroj se nuk ndjejnë asnjë gjë. Në këtë botë njerëzit mendojnë se është bërë e cekët, po ju siguroj se nuk jetojnë ata njerëz. Jeta e vërtet është në momenti që ti hap zemrën dhe krijon dhe manifeston jo vetëm për veten, por për familjen, për familjarët, për fëmijët, të japësh dhe të marrësh dashuri. Kjo është jeta e vërtet nga një zemër e hapur. Edhe nëse e di që kalojmë sfida, kalojmë probleme, po ju siguroj se të gjitha këto sfida dhe probleme
mund të kalojnë shumë herë më lehtë nga një zemër e hapur. Mund të gjesh zgjidhjen nga një zemër e hapur. Mund të kalosh në një realitet të ri ku zgjidhja gjendet brenda 2-3 ditëve nga një zemër e hapur. Mund t'ja lehtësosh jetën vetes pafund nga një zemër e hapur. Jashtëzakonisht shumë. Ka ndodhur, mund të ndryshosh trajektoren e jetës tënde mund ta ndryshosh nga një zemër hapur. Dhe kam kaq shumë raste mua gjithmonë më pyesin që Artemis, okay, na trego, po ky rast është shëruar nga kjo gjë, po ky rast është zgjidhur. Prandaj unë edhe tregoj dhe raste të ndryshme, sepse dhe në mesazhe kam njerëz që më pyesin dhe duan të dinë për rastet e ndryshme, sepse dhe ushtohet besimi dhe ushtohet dhe krijon një vizion se çfarë mund të arrijnë, po dije se çdo gjë mund të arrish. Çdo gjë mund të arrish. Ne në trajnimin online kemi patur pafund raste që kur hapën zemrën, ndryshuan trajektoren e jetës së tyre. Ti mund të ndryshosh trajektoren e jetës tënde nga një zemër e hapur. Një vajzë e cila ishte 21 vjeçe dhe vuante nga një sëmundje zemrës, mjekët i kishin dhënë një mjekim që ajo do e merrte për gjithë jetën e saj dhe sipas mjekëve kjo ishte trajektoria e jetës së saj. Sipas mjekëve kjo ishte, në qoftë se këtu un kam vizatuar trajektore të ndryshme. Një trajektore mund të jetë kjo, një trajektore mund të jetë kjo, një trajektore mund të jetë kjo më lart. Dhe sa më shumë në momentin që ne hapim zemrën, krijojmë dhe manifestojmë nga një zemër e hapur dhe tru koherent, atëherë ti ndryshon trajektore e jetës. Sepse në qoftë se do më pyesje Artemisa, ekziston fati? A është fati jonë i shkruar? Trajektoret janë të shkruara. Ka shumë trajektore. Po trajektoret janë të shkruara. Një trajektore për atë vajzë 21 vjeçe ishte që ajo të vazhdonte gjithë jetën e saj me ilaçe, sepse kështu i thanë mjekët, ky është fati jot. Po ishte fati i saj në atë frekuencë. Ishte fati i saj në atë frekuencë. Por nëse ajo hap zemrën, harmonizon sistemin nervor, arrin koherencë në tru, harmonizon zemër tru, manifeston një jetë të re për veten e saj. Ajo kalon në një trajektore të re. Ajo zgjedh një fat të ri për veten e saj. Ne mund të zgjedhim fatin ton. Dhe fati është vetëm një frekuencë dhe ka shumë frekuenca në të cilat ne mund të ngjitemi. Po nga një zemër e hapur mund të ngjitesh në një frekuencë të re. Dhe ajo që ndodhi ishte diçka, me atë vajzë ishte diçka shumë e veçantë, sepse sëmundja e zemrës që ajo kishte, ajo që i shkaktonte ishte një dhimbje shumë e fortë në zemër, ishte edhe gjithashtu raje të forta të zemrës, humbje ndonjëherë të rajeve dhe përveç kësaj i shkaktoni edhe ankth. Pra ankthi shoqëroi me dhimbje në krahëror dhe ajo nuk dinte se nga po i vinte, në qoftë se kishte dhimbje në krahëror, i shkaktonte ankthi. Në qoftë se kishte ankthi i shkaktonte dhimbje në krahëror dhe të dyja këto pastaj thjesht e shtonin njëra tjetrën. Dhe imagjinoni një vajzë të re 21 vjeçe që i thot mjeku do jetosh gjithë jetën me ilaçe, po ajo nuk u dorëzua, nuk u identifikua me sëmundjen, nuk tha unë jam kjo, po tha ka një zgjidhje, me siguri që ka një zgjidhje. Kishte parë raste të ndryshme që ne nxjerrim që kanë arritur të shërojnë zemrën e tyre dhe tha edhe për mua ka një mundësi. Për sëmundjen e saj ajo nuk kishte parë as edhe një rast, por tha me siguri që ka një mundësi për mua, sepse qoftë se ka njerëz që janë shëruar nga diçka, atëherë edhe unë do shërohem. Kështu që u fut në meditim për gjithçka që ajo po përjetonte, ato njëjat e ankthit, sepse e di që shumë nga ju më thonë Artemis nuk rit dot në meditim, sepse ka mendime, kam kështu, kam ashtu. Edhe ajo vajzë e kishte të vështirë. Po çfarë bëri? Mendoni që u ngri dhe iku? Jo, ul dhe qëndroi aty me veten e saj. Dhe i thosha, sepse unë i ndjek hap pas hapi në çdo gjë që bëjnë. Normalisht janë 6 javë dhe i udhëzoj për çdo gjë. I thosha qëndro me veten, qëndro aty me veten tënde. Jepi pranim dhe dashuri. Pa ajo thosha, Artemis kam dhimbje, si t'ja bëj, është shumë e fuqishme. Jepi pranim dhe dashuri, se normalisht pasi sigurohesh që situata është e sigurt, pra është e sigurt për të, thosha, jepi pranim dhe dashuri. Dërgo të gjithë vëmendjen tënde në zemrën tënde, ndjeje se po hapet, ndjeje se po lirohet, jepi pranim dhe dashuri, fale veten dhe
ajo nuk u dorëzua në asnjë moment. Në asnjë moment. Duke i dhënë të gjithë vetes së saj pranim dhe dashuri pavarësisht dhimbjes, pavarësisht mendimeve negative, pavarësisht atyre mendimeve që thoshin ngriu ik, trupit që sikletosej, ajo qëndroi me veten. Ajo qëndroi me veten sepse kishte ndarë mendjen. Kishte ndarë mendjen. Jeta ime ka thënë do jetë ndryshe. Nuk dorëzohem absolutisht. Unë jetoj për një qëllim më të madh, për një qëllim më të madh, jetoni për një qëllim më të madh. Jeto për dashurinë, jeto për fisnikërinë. Cili është misioni jot në jetë? Cili është pasioni jot në jetë? Çfarë kontributi do të japësh? Jeto me zemër, jeto me shpirt. Jeto, krijo magji në këtë jetë, krijo mrekulli në këtë jetë. Edhe ajo vendosi të donte veten e saj. Dhe ndodhi diçka e papritur, zemra filloi të rrihte në mënyrë filloi të bënte një riorganizim të madh. Tha Artemisa, zemra nuk e di se çfarë po ndodh. Mate edhe një herë shkoi thashun me vrap shko vizito se çfarë po ndodh. Bëri analizat e zemrës, bëri të gjitha matjet e duhura dhe ajo që mjekët i thanë që zemra është shuruar. Ti je shuruar. Ajo u shurua përfundimisht dhe nga ky moment i thanë nuk kemë nevojë për ilaçe. Prindrit nuk e besuan. Prindrit nuk e besuan dhe unë këtë vajzë kam dëgjuar, kam folur me to 1 vit më vonë, dhe ajo kishte 1 vit që prindrit e çonin në për mjek të ndryshëm në për Europë, se nuk e besonin që ajo mund të ishte shëruar, dhe çdo mjek, kardiolog në gjithë Europën i kishte thënë që ti je shëruar. Dhe kjo është mrekullia që ndodh në meditim kur ti zgjedh veten tënde, kur ti zgjedh jetosh me zemër, kur ti zgjedh jetosh për një qëllim më të madh. Dhe çdo gjë që ju të manifeston dhe të krijojeni për një qëllim më të madh. Dhe bëje për veten tënde. Bëje për të jetuar i lumtur dhe i gëzuar. Kësaj bote asnjëri s'e ka gjetur fundin. Nuk i gjendet fundi kësaj bote. Ja do manifestosh, do krijosh. Pastaj do duash të manifestosh më shumë. Pastaj do duash të manifestosh akoma më shumë. I gjendet fundi? Kush e ka gjetur fundin? Gëzo, jeto, hap zemrën, shijoje jetën. Për këtë gjë jemi këtu. Shijoje, për të lidhur me veten tënde, zbulo potencialin tënd. Ne krijojmë dhe manifestojmë sepse krijimi dhe manifestimi faktikisht është rruga drejt të cilës çdo person që e ndjek për të manifestuar, je i detyruar të pastrohesh, je i detyruar të shërosh zemrën, je i detyruar të hapësh zemrën. Për të manifestuar, je detyruar në thonjza të lidhesh me burimin, të lidhesh me versionin tënd më të lartë të vetes. Dhe ky detyrim në thonjza faktikisht na zbulon një dhuratë akoma më të madhe se manifestimi. Dhe shija është rrugtimi. Pra, imagjinoni e gjithë këtë rrugtim që ne po bëjmë së bashku. Ne kemi 5 vite së bashku, por ju që më ndiqni që nga dita e parë deri tani, kemi 5 vite së bashku. Dhe gjë më e bukur, shumë nga ju janë shëruar, shumë nga ju kanë manifestuar, shumë nga ju kanë krijuar familje, keni hapur biznese, jeni bërë shërues, keni krijuar kaq shumë në jetën tuaj, keni hapur zemrën dhe normalisht gjithmonë ka punë për të bërë, por gjëja më e bukur është rrugtimi që ne bëjmë së bashku. Gjëja më e bukur është komuniteti që ndërtojmë së bashku, është gëzimi që ndjejmë kur jemi së bashku, është sepse ne nuk mund të jetojmë të izoluar, të shkojmë të ngjitemi në një mal dhe të rrim aty me veten tonë. Ti thuash vetes, vetja ime çfarë po bën. Normalisht që këtë gjë e bëjmë në meditim. Po në jetë kemi dëshirë të japim kontribut, jemi me njerëz, të gëzojmë, të shijojmë jetën. Dhe kjo është mrekullia më e madhe. Janë bërë studime shkencore dhe janë parë, e dini cili është faktori më i rëndësishëm i jetëgjatësisë. Janë marrëdhëniet me njerëzit, marrëdhëniet e shëndetshme me njerëzit. Dhe gëzimin më të madh sipas kërkimeve shkencore, ja që na jep për kanë njerëzit. Po dhe dhimbjen më të madhe, ja që na jep për kanë njerëzit. Por si jetohet midis këtyre të dyjave? Jetohet në zemër. Sepse në qoftë se je i balancuar në zemrën tënde, me fokusin këtu, ku e gjithë energjia, gjithë vëmendja jote është këtu, atëherë të siguroj se do arrish të shërosh marrëdhëniet e tua. Dhe por i kthehem tek ajo që thash, mund të ndryshosh trajektoren e fatit tënd. Ishte një grua që
në trajnim kishte shumë probleme me vajzën. Dhe normalisht që trajektoria e marrëdhënies së tyre nuk dukej mirë absolutisht. Por ajo vazhdoi me meditimet. Bëri meditimet, manifestoi për veten, manifestoi për vajzën. U hapi zemrën, u lidh me burimin. Dhe të hapur zemrën do të thotë që ti, sidomos me fëmijën, se shumë nga ju më keni pyetur për të folur për edhe për depresionin postpartum, për të folur edhe për marrëdhënie me fëmijët, për të folur për nënat e reja, se si mund ta përballojnë periudhën pas lindjes, dhe do bëj disa video më vete për këtë. Po ajo që bëri ajo grua ishte gjë e parë më e rëndësishme. Dua të dish se ti nuk ke faj për asgjë. Nuk ke faj për asgjë dhe dua të falësh veten në këtë çast. Për çdo gjë që ka ndodhur, për çdo gjë që ke menduar se ke bërë gabim, nuk ka faj. Absolutisht kur në kurës nuk ka faj në ty. Fale veten. Lejoje veten të falësh veten tënde. Sepse ke bërë çdo gjë sakt. Sepse gjëja më e rëndësishme kur një njeri vepron dhe bën diçka është qëllimi nga mbrapa. Dhe jam shumë e sigurt çdo person që është këtu kur në kurës nuk ka absolutisht që asnjëri nga ju nuk ka patur qëllime të këqija, sidomos për fëmijën. Sidomos për fëmijën, ti gjithmonë ke qëllimet më të mira për fëmijën tënd. Dhe qëllimi ka rëndësi. Dhe të siguroj se qëllimi i mirë nga mbrapa do të çojë në rezultatin e mirë. Qëllimi i mirë nga mbrapa, fjalët e tua ai fëmijë do i mbajë mend gjithë jetën. Këshillat e tua ai fëmijë do i mbajë mend gjithë jetën. Gjithçka, sepse edhe vetun çdo gjë që mua më kanë thënë prindërit, çdo gjë që mua më kanë udhëzuar prindërit, çdo fjalë e nënës tim, e babait tim, unë e kam këtu në vesh akoma. E kam në vesh gjëra që ndodh diçka, e kam në vesh gjithë fjalët e tyre. Më vijnë fjalët e tyre në vesh. Dhe ta siguroj që fëmia jo do i ketë fjalët e tua në vesh. Gjithë jetën, sa të jetë gjallë do i ketë. Prandaj ti po i bën një dhuratë të jashtëzakonshme fëmijës tënd. Fale veten, duaje veten. Dhe ajo nën, që kishte gjithë ato probleme me vajzën, i tha Artemista, i flas, nuk më dëgjon. Dhe i thash unë vazhdo foli. Vazhdo foli sepse fjalët e tua, ajo do i ketë me vete gjithë jetën e saj. Dhe në qoftë se duket sikur në këtë moment nuk të dëgjon, të siguroj se do vi një ditë do të dëgjoj. Dhe ajo vazhdoi me meditimet, me udhëzimet, gjithashtu i fliste vajzën nga zemra, nga një pozicion që thjesht e donte pa kushte, dhe ajo që ndodhi, zemra e saj u hap. Dhe një ditë vajza i vjen dhe i thot të dua shumë, më fal për çdo gjë, dhe e përqafon fort. Dhe të dyja pastaj fillojnë të qajnë, Artemista është diçka jashtëzakonshme që ndodhi. Nuk e ditha se si ndodhi. Dhe jo vetëm me vajzën, por na ka ndodhur edhe një rast, një grua me djalin, sepse po ndodhin edhe shumë raste kur të rinjt kanë ndjenja të rënda depresioni. Dhe djali i saj ishte adoleshent, tha Artemis, është mbyllur në shtëpi, tha 5 muaj nuk del nga dhoma. Dhe i thash të bënte meditim për të. Të dërgonte dashuri, të dërgonte pranim, të dërgonte falje. Dhe po nëna kur mediton për fëmijën është shumë e rëndësishme që ta bëj nga një pozicion dashuri pa kushte. Të mos të ndjej keqardhje për veten, të mos të ndjej keqardhje për fëmijën dhe të mos të ndjej një faj as për veten. Dhe kur këto të treja janë thjesht dashuri pa kushte, atëherë ajo i dërgoi dashuri pa kushte djalit dhe pas 3 ditësh që ajo po bënte meditim për të, djali doli nga dhoma. Dhe tha, ma nuk e di, tha, po a dali një shëtitje. Kjo është e jashtëzakonshme. Shumë njerëz mund të thonë, a është rastësia apo jo? Është e diskutueshme. Sepse si ka mundësi që sjellja e njerëzve ka ndryshuar në momenti që personi ka ndryshuar energjinë, në momenti që nëna ka ndryshuar energjinë, fëmia ka ndryshuar. Kur nëna ndryshon energjinë, fëmia ndryshon. Dhe shumë nëna ka ndryshuar jetët e gjithë fëmijëve të tyre kur ato ka ndryshuar zemrën e tyre. Sepse ne nuk mund të ndryshojmë asnjë zemër tjetër pa ndikuar në zemrën tonë në fillim. Nuk mund të hapim dot asnjë zemër tjetër nëse zemra jo nuk është e hapur. Dhe kjo është e vërtetë më e madhe. Prandaj gëzoje veten tënde, hape zemrën tënde, çloje trupin tënd, çloje sistemin tënd nervor, jetoj lirë.
jetoj i lirë, jetoj në gëzim. Dhe do shikosh jeta fillon të ndryshojë pastaj. Çfarë ndodh? Ka raste pafund, ka njerëz të cilët kishin, pra jemi te kjo pjesa që si të ndryshosh trajektoren e jetës tënde, të ndryshosh një trajektore të re, të jesh komplet në një fat të ri. Kishte njerëz që kishin 15, një gruaj kishte 15 vite nuk gjente punë. Ishte përpjekur me çdo lloj mënyre. Dhe në trajnimin online që bëri një nga meditimet më të fuqishme që ne kemi, e quajmë meditimi i kutis, e bëjmë dhe në retreat. Aty ndodhin ndryshime të menjëhershme shumë të çuditshme. Dhe ajo që ndodhi, dyer fillen të hapen. Ai takoi një person i cili kishte vite pa e takuar dhe do hapte një shkollë rastësisht dhe i tha që a do që të punosh te shkolla që do hap? Si ka mundësi? Është mrekullia e krijimit, është mrekullia kur ti hap zemrën, kur ti ndryshon, kur shëron sistemin të nervor dhe ngrihesh në një frekuencë më të lartë. Diçka tjetër, sepse dua që meditimin që do bëjmë tani tere. Dhe kjo është puna që ne bëjmë së bashku, të rikthesh në zemër, të hapër, sepse mund të krijosh çfarë të duash. Jo, e hapa një moment komente të shikoj, a ju kam aty apo jo? Mund të krijosh çfarë të duash, mund të manifestosh çfarë të duash. Po pa një zemër të hapur. Si do shijosh jetën, do ta shijon jetën tuaj. Nëna për fëmijët kam një meditim në YouTube që quhet Shëro me zemër. Shëro me zemër quhet, më duket se quhet Shëro me zemër. Dhe kemi patur shumë pafund raste të jashtëzakonshme. The stars that shine, one with the waves that are ocean, one with the light that I see in your eyes. I am one with the earth that keeps turning, one with the stars that shine, one with the waves that are ocean. Edhe unë dua shumë, jeni të jashtëzakonshëm. One with the light that I see. Të gjithë ju që jeni këtu keni një zemër shumë bukur. Shumë po më pyesin shumë po më pyesin për stafin, nëse keni dërguar mesazh stafit për trajnimin, se kemi patur shumë kërkesa për trajnimin. Ndoshta do t'i mund të më shkruani edhe mua në mesazhe. Më shkruani edhe mua në mesazhe dhe më dërgoni edhe numrin e telefonit dhe do lajmëroj stafin që i keni shkruar. Kemi patur shumë kërkesa për trajnimin online. Nëse doni të regjistroheni, edhe ju që nuk i keni shkruar, shkruani sepse po merremi faktikisht stafi po merret me të gjitha mesazhet. Do t'ju kthej përgjigje sa më shpejt. Formohet faktikisht një grup shumë i bukur. Në këto 6 javë kënaqemi, krijohet një energji jashtëzakonshme, një energji shumë e fuqishme, shtohet gjithmonë më shumë ditë pas dite, njerëzit hapin zemrën, ndryshojnë trajektoret e jetës, jetët ndryshojnë, jetët transformohen. Dhe dua që i gjithë këtë transformim të vim me një zemër të hapur, i gjithë këtë transformim të vim me gëzim, të shijosh jetën nga një zemër e hapur. Kjo është gjë më e bukur. Jola thot, jam një nga personat që u shërua në retreat, më gëzon shumë Jola. Më gëzon pafund. Mrekulli ka ndodhur. Jam pafund e lumtur për të gjithë ju.
stars that shine. One with the waves that are ocean. Datat e ritritit do t'i nxjerrim së shpejti. Dhe që tani një pjesë e madhe e personave që ishin në ritrit Simfonia e Jetës, tashmë kanë kërkuar të rezervojnë, kështu që një pjesë e mirë e vendeve janë zënë që tani do ta fillojmë. Do ta fillojmë meditimin. Nuk ju haroj, asnjë. Si mund të kontaktojmë, do ta nxjerr dhe numrin e telefonit pastaj në story edhe në përpostime. Atëherë, ti mbyll një moment komentet dhe nisim me ushtrimet për hapjen e zemrës dhe pastaj do bëjmë meditim. Atëherë në fillim fare do bëjmë një balancë të trupit. Vendosni një duar kështu. Dhe bëni tapping. Dhe ndjeni si balancohen të dy anët. Ana e majtë dhe e djathtë e krahërojit balancohen. Një balancë të dy anët, tani thua që të masazhosh ballin. Masazho ballin dhe merr frymë thellë brenda. 1, 2, 3, 4 dhe nxjerrje jashtë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masazho poshtë e syt, merr frymë thellë brenda. 1, 2, 3, 4 dhe nxjerrje frymën jashtë me gojë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tani masazho nofullën. Merr frymë thellë brenda me und. 1, 2, 3, 4 dhe nxjerrje jashtë me gojë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tani masazhoni veshët. Merr frymë thellë brenda. 1, 2, 3, 4 dhe liroje frymën me gojë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me qafën masazhoj këtu nga lart poshtë dhe merr frymë thellë. 1, 2, 3, 4 dhe liroje frymën. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tani bëj tapping në zemër. Dhe merr frymë thellë. 1, 2, 3, 4 dhe liroje frymën me gojë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dhe ndjeje zemrën si hapet. Gëzim ka në zemrë. Gëzimi është në zemrën tënde. Zemra jote ka mallë të ndjej gëzim. Ka mallë të ndjej lumturi. Zemra jote ka mallë të shijoj jetën në gëzim. Zgjoje zemrën tënde. Zgjoje zemrën tënde në gëzim. Dhe çdo ditë jetës tënde do zgjohesh në gëzim. Zgjoje zemrën tënde në gëzim. Sa mrekulli ka këtë tokë. Sa mrekulli ka për të jetuar. Sa manifestime të mrekullueshme mund të realizosh. Sa gëzim që ka në çdo manifestim.
Ka shërim brenda teje. Dhe sa gëzim ka kur ti shërohesh. Sa gëzim ka kur hap zemrën. Sa gëzim ka në syt e njerëzve që ti ndihmon. Sa gëzim ka në syt e fëmijëve të tu, kur i ndihmon për diçka, kur i jep diçka, një dhuratë. Kujtoje gëzime në syt e bashortit e bashortës, të prindërve të tu. Kujtoje gëzime në syt e tu. Kujtoje për gëzime. Kujtoje për gëzime. Dhe tani do bëjmë tapping. Jam këtu në trupin tim. Pranoj me dashuri trupin tim. Është okej. Çdo gjë është okej. Pranoj me dashuri dhe gëzimin në trupin tim. Gëzimi ka leje të vi në trupin tim. Pranoj me dashuri trupin tim. Jam këtu në trupin tim. Jam këtu në trupin tim. Pranoj me dashuri çdo gjë. Është okej. Edhe gëzimi është okej. Është okej, mund ta lejoj veten të gëzoj sërish. Mund ta lejoj veten të gëzoj sërish, sepse gëzimi im mund të gëzoj të tjerët. Gëzimi im mund të gëzoj të tjerët. Gëzimi im mund të shëroj të tjerët. Në qoftë se të tjerët nuk janë të gëzuar, nuk do të thotë që dhe unë të mos jem. Le të jem dritë. Le të jem dritë, të ndes dritat e tjera. Le të jem gëzim, të gëzoj zemrat e tjera. Le të jap vetes lejë, të jem gëzim sërish. Pranoj me dashuri çdo gjë në trupin tim. Pranoj me dashuri çdo gjë brenda meje është okej. Madje edhe gëzimi. Edhe gëzimi është okej. E fal vetë. Mund të ndjej gëzim. Fëmijët e mi duan që të ndjej gëzim. Bashkëshortja duan që të ndjej gëzim. Mami do që të ndjej gëzim. Babi do që të ndjej gëzim. Gjyshja duan që të ndjej gëzim. Të gjithë paraardhësit e mi, duan që të ndjej gëzim. Dhe të gjithë pasardhësit e mi do ndjejnë gëzimin tim, sepse unë po përhap gëzimin tim. Tani bëj tapping poshtu. Ka gëzim në trupin tim. Pranoj me dashuri gëzimin në trupin tim. Ka gëzim në trupin tim. Pranoj me dashuri gëzimin në trupin tim. Ka gëzim në trupin tim. Pranoj me dashuri gëzimin në trupin tim. Vendjes e çdo qelis brenda teje, vendosi duart në zemër, po buzë qesh. Tani do bëjmë frymëmarrjen e gëzimit. Si është frymëmarrja e gëzimit? Frymëmarrja e gëzimit është e tillë, do marrim frymë, 2 frymë të shpejta. Merr frymë shpejt 2 herë me hund dhe pastaj do bëjmë, do e lirojmë një herë. Do marrim frymë, 2 frymë të shpejta, do e lirojmë. Dhe pastaj do marrim frymë thellë prap, 2 frymëmarrje me hund të shpejta. Dhe kur ta lirojmë,
Ta lirojmë duke qeshur. Pra duke qeshur, do ta lirojmë frymën. Kjo është një frymëmarrje shumë e fuqishme. Do t'ju sjell në humor, në një formë të jashtëzakonshme. Atëherë edhe një herë merr frym 2 herë të shpejta me hund. Liroje. Tani liroje duke qeshur. Edhe një herë. Merr frym me hund 2 herë. Liroje. Merr frym thellë 2 herë me hund. Liroje. Tani e qeshur. 2 herë me hund. Liroje duke qeshur. Edhe një herë tjetër. Merrni frym thellë. Tani merr frym thellë me hund dhe liroje duke qeshur. Liroje duke qeshur, liroje. Tani do marrin frym pak si bebe. Frymëmarrja si bebe ju liron nga mendimet dhe është pandalesta, brenda dhe jashtë. Merr frym 1, 2, 3, 4, liroje 1, 2, 3, 4. Merr frym me hund 1, 2, 3, 4, liroje me gojë 1, 2, 3, 4. Me hund 1, 2, 3, 4, liroje me gojë 1, 2, 3, 4. Joy to life, joy to seasons, joy to every living being, joy to all, and peace to everyone. Merr frym thellë, tani merr frym thellë. Ndjej në zemër, merr frym thellë, mbushi mushkrit. Ndjej mushkrit si zgjeron. Tani liroje frymën. Dhe ndjej zemrën si hapet, zgjeroje zemrën. Hapet zemrën. Hapet me gëzim. Tani do futemi në meditim. Trupi jot është gati të pranoj gëzim. Dhe kur t'je i gëzuar, çdo manifestim është thjesht plotësim. Kur t'je i gëzuar, çdo manifestim që do bësh, nga një nivel i tillë plotësie, gëzime e lumturie. Mirë se të vi, bujrum. Mirë se të vi çdo gjë. Mirë se vjen në shpirtin tim. Çdo gjë, shtëpi, makinë, shëndet, marrëdhënie, çdo gjë. Bashkëpunim, biznes i ri, zgjerim biznesi, punere, karrierë, çdo gjë që do. Le të vi në shpirtin tënd të lirë, le të vi në zemrën tënde të hapur, le të vi në trupin tënd të shëruar, sepse ti je i lirë. Dhe liria është gjë më e bukur, gëzimi është gjë më e bukur. Të zgjosh në mëngjes me një zemër të lumtur këtu brenda teje. Tani nisim. Po hap muzikën dhe të siguroj që çdo pyetje që ti ke në momenti që zemra hapet, vazhdo punën me meditimet, vazhdo punën me çdo gjë që jemi duke bërë së bashku dhe çdo pyetje ka për të marrë përgjigje. Do jetë momenti i duhur, dhuratat e burimit, dhuratat të vinë në çastin e dur, zemra jote do hapet në çastin e dur. Është e rëndësishme të tregojmë me punën që jemi duke bërë me veten, është e rëndësishme ta shijojmë dhe të gëzojmë, sepse kjo është jeta, çfarë vlere ka pastaj? Të shijosh, të gëzosh çdo gjë që je duke bërë. Edhe nëse je duke punuar për shërimin tënd, shijoje, kënaqu me rrugtimin. Gjë më e bukur është që imagjinojemi bashk, jeto zemra bashk.
në harmoni, duke ndëruar, duke punuar, duke besuar për një jetë më të bukur, për një jetë më të mirë. Ku ka më bukur se kaq shumë zemra së bashku të bashkuara në dashuri. Ku ka më bukur se kaq shumë njerëz të mirë së bashku, të cilat punojnë për një jetë më të bukur, për një jetë më të mirë, për familjen, për fëmijët. Jeni të jashtëzakonshëm, ju dua pafund sepse ju jeni ata që po krijoni tokën e re. Ju jeni ata që po krijoni mrekullinë në këtë tokë. Ju jeni ata që po sillni dashurinë, sepse nga zemrat e juaja të hapura po vjen dashuria në këtë tokë. Sepse nuk ka nga të vi, vetëm nga zemra jonë mund të vi. Atëherë nisim me meditimin. Tani mund të pranosh gëzim brenda teje akoma më shumë dhe do manifestojmë në fund të këtij meditimi. Ju po fort. Mbylli syt. Mbylli syt dhe merr frymë thellë. Merr frymë thellë me bark. Mbaj një moment. Dhe liroje frymën krejt. Dhe ndjej një valë relaksimi në gjithë trupin tënd. Ndjeje trupi si lirohet, lëshohet krejt. Dhe vazhdo të marrësh frymë ngadalë, brenda dhe jashtë, me ritmin tënd. Dhe lësho në zemër. Relakso në zemrën tënde të bukur. Lësho në ta. Ndjeje zemrën tënd. Shijoje zemrën tënd. Prano me dashuri zemrën tënd. Relakso në krahor. Shijoj. Thellë më thellë brenda teje. Ndjej se po futesh në zemër. Në zemrën tënd. Po ndjen edhe më shumë dashuri. Relakso në ta. Dhe në këtë moment në zemrën tënde kujtoj një person që ti e do shumë dhe do përfitoj nga manifestimi jot. Një person që do përfitoj nga manifestimi jot dhe që ti e do shumë. Ndjeje në zemër këtë person. Dhe thuaj, le të jetë ky person i lumtur. Le të jetë ky person i gëzuar. Le të jetë ky person në shëndet të plot. Dhe imagjino tani sikur e përqafon fort të person në zemrën tënd. Dhe në këtë përqafim ndjej nga zemra jote një dritë. Një dritë nga zemra jote është dashuri. Një dritë që shtohet dhe ju mbështjell të dyve. Dhe jeni të përqafuar tani në një hapësirë plot dashuri, plot dritë dhe dashuri. Dhe thuaj, lutu me zemër dhe thuaj, le të jemi në të dy të lumtur, le të jemi në të dy të gëzuar,
Le të jemi në të dy në shëndet të plot. Dhe ndjeje se zemra jote hapet pak më shumë. Tani, duke ruajtur të ndjesi dashurie, imagjino se je vetëm ti. Je vetëm ti në zemrën tënde. Dhe thuaj, le të jem unë i lumtur. Le të jem unë i gëzuar. Le të jem unë në shëndet të plot. Dhe ndjeje zemrën tënde si hapet pak më shumë. Shijoj thellë në zemër. Ka paqe tani. Relakso në krahëror. Ndjeje trupi si relaksohet. Dhe imagjino se rreth e rrotull teje ka hapësirë infinite. Imagjino se lëshohesh në hapësirë. Ndjeje se ka hapësirë pa fund. Futu thellë dhe më thellë në hapësirë. Lësho në ta. Shkriju krejt në ta. Në hapësirë. Imagjino se nuk ka sende, nuk ka objekte, nuk ka madje as kohë, nuk ka të kaluar, nuk ka parashikim, nuk ka ide, as besime të kufizuar, nuk ka asgjë. Je vetëm ti ndërgjegje pastër, si një bebe vogël sa po lindur, në një hapësirë infinite, dhe po lundron në ta. I lirë, i lehtësuar, i lumtur, po lundron në lehtësim, në këtë hapësirë infinite. Lësho në ta. Shkriu në të je vetëm ti, i lehtësuar. Lësho në këtë energji harmonike të hapësirës infinite. Dhe ndjej një energji të madhe. Ndjej një energji të madhe rreth e rrotull teje. Ndjej lidhjen tënde me burimin. Ndjej lidhjen tënde me burimin. Një dashuri e madhe pa kusht rreth e rrotull teje dhe brenda teje. Të mbështjell. Një energji e madhe. Dashuri pa kusht e mbështjell zemrën tënde. Dhe ndjeje dashurin pa kusht të burimit në zemër. Ndjeje në mendje dashuri pa kusht e burimit në mendje. Zemra dhe mendja janë një në dashuri pa kusht. Dhe i gjithë trupi pulson në dashuri pa kusht. Ndjej lumturinë e burimit. Ndjeje lumturinë e burimit në zemër. Ka lumturi në zemër. Ka lumturi në mendje. Zemra dhe mendja janë një në lumturi. Dhe i gjithë trupi pulson në lumturi. Është lumturia e burimit. Shijoj.
Lësho në kratë e burimit, lësho në hapësirin infinite, dhe ndjeje paqen e thellë të burimit. Ka paqe në zemër, ndjeje. Është paqja e burimit në zemër. Është paqja e burimit në mendje, ndjeje. Shijoj, zemra dhe mendja janë një, në paqe. Dhe i gjithë trupi pulson në paqe. Qelizat pulsojnë në paqe. Ndjeje në këtë hapësirë infinite. Shijoj e lirin dhe imagjino. Imagjino se në këtë hapësirë infinite ndodhet një realitet. Në këtë hapësirë infinite, ku ka mundësi pa fund, ku ka potenciale pa fund, ndodhet një realitet në të cilin ti ke manifestuar ëndrrën tënde, ke manifestuar ëndrrën tënde. Cila është ëndra jote? Kujto. Ky realitet mund të duket si një sferë në hapësirë. Gjeje dhe afro te kjo sferë. Ndjej afro me zemër. Ndjej dashuri për krijimin tënd, nga zemra jote, nga një zemër e hapur. Ndjej se dashuria të afron me këtë sferë, të afron me këtë sferë edhe më shumë. Ndjej energjinë si shtohet edhe më shumë, afrohesh me këtë sferë. Ndjeje se afrohesh, ndjen edhe më shumë dashuri, ndjeje. Dhe tani futesh brenda. Imagjino se futesh brenda në këtë sferë ku ndodhet jeta jote e rekrijimi i ri, ku ka ndodhur manifestimi. Manifestimi ka ndodhur. Krijimi i ri ka ndodhur. Ndjeje, përjetoje ka ndodhur. Çfarë po sheh, çfarë po përjeton ka ndodhur. Manifestimi është realizuar. Shiko, gjithçka është realizuar. Përjetoj. Shijoj, gjithçka është realizuar. Çfarë imazhesh po të vinë? Çfarë tingujsh? Çfarë aromash, çfarë shihesh ka? Çfarë po përjeton aty? Ndjeje festë. Është një festë. Aty është një festë, ti po festosh. Ndjeje festën. Është për ty. Shijoj, është një festë për ty aty. Ndjeje tingujt e muzikës. Kërce në tingujt e muzikës, është një fest për ty aty. Shijoj. Ndjej. Përjetoj. Ndjeje në zemër, një zemër që vallëzon në tingujt e muzikës. Ndjeje gëzimin e zemrës. Falënderimin në zemër. Ka falënderim në zemër. Ndjeje gëzimin e mendjes. Si vallëzon mendja në tingujt e muzikës, ka falënderim në mendje. Zemra dhe mendja janë një në falënderim. Dhe i gjithë trupi pulson në falënderim, duke vallëzuar në tingujt e muzikës.
trupi vallëzon dhe pulson në falënderim. Shijoj. Dhe tani dua të shkosh në një vend, në këtë realitet, që ndro brënda këtij realiteti. Po imagjino se brënda këtij realiteti ti shkon në një vend që ndihet si parajs, ti shkon në një ujëvar, ku je vetëm ti. Dhe kjo është ujëvara e shërimit, ujëvara e pastrimit, ujëvara e gëzimit. Dhe aty ti feston arritjen tënde më të madhe, gëzimin e zemrës tënde. Imagjino tani se nga dal po futesh në këtë ujëvar, ku është krijuar dhe një liçen i vogël, ngjas si parajs aty. Po futesh aty, po e ndjen ujin te këmbët, te pulpat, te kofshët. Është një ujë që pastron, shëron dhe gëzon. Po futesh brenda në këtë ujë, ndjeje te barku, te krahërori, te kratë. Po futesh brenda në këtë ujë dhe ndjeje, shijoje këtë ujë. Ky është ujë që pastron, që shëron dhe që gëzon. Dhe shijoje ujëvarën tani, ujin val të ujëvarës, ujëvara që pastron, shëron dhe gëzon. Dhe shijoje në trupin tënd, ndjeje në çdo qeliz pastrohet, shërohet dhe gëzohet. Ja dol, ndjeje ujin, val brenda teje, me fytyrën jashtë, duke ndjer ajrin e freskët. Merr frymë thellë, mbushi mushkërit plot me gëzim. Mbushi. Ndjeje kraharorin si zgjerohet dhe liroj frymën. Tani ndërkohë që liron frymën, lejoje zemrën të hapet në gëzim. Hapet zemra në gëzim. Shijoj. Në këto ujëvar, shijoje ujë në trupin tënd. Ujë që shëron, pastron dhe gëzon. Shijoj. Dhe merr frymë thellë. Mbushi mushkërit me gëzim. Ndjeje mushkërit si hapen, zgjerohen. Krahërori zgjerohet, zmadhohet. Dhe liroj frymën. Ndërkohë që liron frymën, ndjeje zemrën si hapet dhe mbushet me gëzim. Mbushet me jetë. Shijoj energjinë e re brenda teje. Është energjia e një jete të re, të jetuar nga zemra. Kjo është jeta e vërtet. Jeto vërtet nga zemra jote. Shijoj. Dhe nga dal, kur ti jesh gati, mund të hapësh syt në një botë të re, si njeri krejt i ri, me një zemër plot gëzim. Ja dolëm grupi, jeton në një zemër plot gëzim. Kjo është jeta e vërtet, liria e vërtet,
hapër zemrën, të jetosh në gëzim, të përjetosh gëzim, hapër syt, të jetosh jetën tënde me një qëllim më të madh, me një mision më të madh. Ti je që një hynore, ti je jashtëzakonshëm, ti je këtu për të përjetuar madhështinë e shpirtit tënd. Dhe kjo është zemra jote, një zemër e madhe, një zemër e hapur, një zemër e lirë. Jemi këtu për të hapur zemrën tonë. Jemi këtu për të jetuar nga zemra jote. Sepse kjo jetë nuk shijohet me një zemër të mbyllur. Ja siguroj. Mund ta shijosh jetën vetëm nga një zemër e hapur. Uji ndjen ndryshe, ushqimi ndjen ndryshe, një përqafim ndjen ndryshe. Ju dua pafund. Momente së bashku, çastet së bashku janë të paharuara. Ato do kujtojnë nga shpirti ata në përjetësi. Sepse këtu takohemi për te kësaj bote, për këtu ne takohemi në një frekuencë më të lartë, në 5D. Këtu ne takohemi për te gjithçkaje dhe krijojmë nga një frekuencë më lartë, krijojmë nga dashuria pa kushte. Mbaje mend ëndrrën tënde, mbaje mend ëndrrën tonë. Ne jemi një komunitet që ngrejmë njëri tjetrin, që gëzdojmë njëri tjetrin, që gëzdojmë së bashku me njëri tjetrin. Dhe kjo është festa jonë, kjo është festa jonë. Kjo është muzika e zemrave tona. Dhe kjo muzikë, ne kërcejmë në tingut e kësaj muzike. Dhe gjithë ata që kanë zemrën e mbyllur nuk e dëgjojnë muzikën tonë. Dhe si thot ajo shpreh, të gjithë ata që nuk dëgjonin, nuk i kuptonin ata që kërcenin. Dhe çfarë rëndësie ka? Ti je i lumtur. Gëzo veten tënde, gëzo zemrën tënde, hape zemrën tënde. Jeni të jashtëzakonshëm. Jeni të jashtëzakonshëm. Jemi këtu për të sjellë mrekulli, për të sjellë gëzim në zemrat tona dhe në zemrat e familjarëve, të fëmijëve, të njerëzve rreth rrotull nesh. Sa jashtëzakonshëm. Shija e vërtet është gëzimi brenda teje. Jeta e vërtet është nisë kur ti hap zemrën. Dhe hapja e zemrës, mbani mend, është vetëm fillimi. Hapja e zemrës është vetëm fillimi, nuk është fundi i rrugtimit tonë. Nuk është fundi i rrugtimit tonë, ka shumë më shumë. Ka shumë më shumë për te hapjes së zemrës, kur ti hap zemrën, nis një jetë e re. Nis një jetë e re. Së bashku harmonizojmë sistemin nervor, lidhemi me superkonsciencën, lidhemi me diçka, me veten tonë më të lartë, zgjojmë potencialin tonë. Imagjino të jetosh të jetë i lirë nga çdo lloj kufizimi, të jetosh të jetë me një zemër të hapur, të krijosh, të manifestosh, të përjetosh potencialin tënd më të lartë, të ecësh në këtë botë krah për krah me hynore, të ndjesh mbështetjen e burimit në çdo çast. Kjo është dhurata më e madhe që ti po e bën vetes. Manifestimi është vetëm një rezultat final. Po dhurata është një dashuri për te çdo lloj imagjinate. Ju dua pa fund, vazhdoni me punën. Së bashku do takojmë sërish, do ju lajmëroj për live që do kemi sërish. Vazhdoni me pastrimin, pastro. Vazhdoni me pastrimin, vazhdoni me shërimin, vazhdoni me krijimin. Gjë më rëndësishme është zemra e hapur. Kujtoni zemrën tuaj. Dhe për të gjithë ju që doni të nisni rrugtimin, të merrni një hap të rëndësishëm, të punoni së bashku me mua dhe me Marvinin nga afër, mund të nisni trajnimin së bashku me ne. Është një trajnim 6 javor. Nisën atë 11 qershor. Kemi patur shumë kërkesa, mund të kontaktoni me stafin. Do t'rregoj edhe në story, mund të vendos link her pas here. Jemi pafund të lumtur, është një grup i cili ngrihemi në energji ditë pas dite. Jo vetëm krijojmë dhe manifestojmë, por gjë më rëndësishme se javët e para punojmë thellë me sistemin nervor, të çlirohemi nga ngarkesat, nga emocionet e së kaluarës dhe nga kjo pozicion pastaj të hapim zemrën dhe të krijojmë, të shërojmë trupin, të manifestojmë brenda nesh dhe rreth nesh. Ne kemi quajtur grupi mrekullive, mblidhet sërish në 11 qershor, ju mirëpresim dhe është një trajnim, është sipak si gjysmë privat, gjysmë në grup, sepse një pjesë është në grup me Zoom
Një pjesë është janë live, janë shumë seanca të tjera të regjistruara që do të keni akses, shumë editime të tjera të regjistruara përveç takimeve në Zoom, po gjithashtu keni edhe kontakt privat me mua dhe me Marvinin për çdo gjë që mund të keni, për çdo pyetje. Ju duam shumë. Jemi të jashtëzakonshëm. Do flasim sërish. Do dëgjojmë sërish në live-et në vazhdim. Natën e mirë. Natën e mirë. E qara është shumë normale. Se po lexoj tani komentet, është shumë normale. Lotët janë pastrim. Si do pastroj trupi, lotët janë pastrim. Uji është pastrim. Shijoje, trupi jot ka çliruar shumë. Shijoje. E qara, kur personi qan, jepet mundësia të hap zemrën. Dhe ka shumë përjetime të tjera të presin, pas atyre lotëve. Është një zemër e madhe. Pas atyre lotëve është një zemër e madhe. Është një dashuri e madhe. Është një gëzim e madhe. Është një lumturi e madhe. Është shpirti jot i lirë. I do shumë. Natën e mirë.